Po është e qartë se nuk e kemi leximin e njëjtë aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, gjithashtu është e qartë që jo që ka sqaruar, por ka komplikuar rrethonat një interpretimi të tillë, ndërsa i treti verzion ose synimi i tretë, në fakt çka do doja të thëja është që është më së domosdoshme edhe një adresim i gjykatës kushtetuese në situatën aktuale, tashmë për mos votim ose mos pjesëmarrje në votim nga përfaqësuesit e partive opozitare, gjithsesi deputetët e partive deri tashmë opozitare. Ajo që është evidente që mund të lexohet në tërë aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese është se votimi në seancë konstituive është obligim. Në fakt ne po e përgatisim, gjithsesi jemi duke i bë përgatitjet finale që të drejtohemi gjykatës për mos votimin e deputetëve të partive opozitare, ndërsa për mos pjesëmarrje në votim, ndërsa për çështje tjera besoj që sa i përket sjelljes, nënkuptohet se çka është sjellje e pranueshme parlamentare dhe për çka vim. Ne vim për të votuar, as për të bërë zhurmë, as për të moralizuar e ligjëruar njëri tjetrit, siç po synojnë ose po tentojnë ata. Tashmë ajo çka është bën nga ana e tyre është kërkesa që është drejtuar gjykatës për vendin e masës përkohshme, gjithsesi për të ndodhur ajo që pastaj provuan kur si ndodhi me gjykatën, provuan pastaj ta realizojnë seancën ditë më parë që ndodhi. Nuk mund të ndërprehet seanca, gjykata nuk e ka vendosur masën, nuk e ka konsideruar masën si të nevojshme, rrjedhimisht nuk do duhej të kishte as sjellje tjera që parandalojnë mbarvajtjen e seancës nga ana e tyre. Se keni pa atë festën me tort për Sllavko Simiçin edhe ka pas aludime që është dërguar nga PDK-ja. Çu që keni pa jo? Nuk e kom pa fare në fakt, as nuk e kom ditë, kom dëgjuar pastaj, kështu që është tërësisht jo relevante ajo çështje. Ju falenderit.